Kujtohet një gjë e tillë, ma ka thënë këngëtarët, artistët dhe Mikeshat në fjalë. Kështu që surpriza mund të jetë edhe Mentor Aziri, mund zbulojmë një anë të tij që deri më sot nuk e kemi zbuluar apo nuk e njohim. Mentor Aziri është këngëtar i mirënjohur me 23 mijë ndjekës në rrjetet sociale, është artisti i parë shqiptar në MTV, datëlindja 1979 dhe me shumë të çmimeve që ka marrë best vokal, best artist e gjëra të tilla si këto, ne do ta kujtojmë për një fitore të madhe në Top Fest në duet me Alban Skënderaj. Kanë kaluar vite, me gjitha të fitoria ati ende është, sepse është një nga këngët që kanë mbetur vul në muzikën moderne shqiptare. Kohët e fundit, madje, Mentor Aziri ka bërë dhe një duet me këngëtaren e mirënjohur nga Kosova, Adelina Ismaili, e cila po bëhet gati për në jurin e Albanian Got Talent transmetuar në Vision Plus. Mirë, një emër tjetër që diskutohet për qenë pjesë e Big Brother VIP Kosovës është Skivi, Visar Shala, me 111.000 ndjekës në Instagram. Unë e kujtoj në një pjesëmarrje në Mos u gabofsha në këngë magjike duet me Ronela Hajatin. Aty e kujtoj, por unë e kam ndjekur edhe kur ka dalë për herë të parë, sepse ishin vitet e para Top Festit që bëri revolucion, dhe ka qenë në duet me Ledri Vulën me Skills. Skivi, pra Visar Shala, ka nisur karrierën e tij me grupin Skills dhe ka qenë në duet me këngëtarin tjetër Ledri Vula. Ai ka deklaruar, sepse nuk e di pse, po i është drejtuar një pyetje me shumë ngulm dhe në një moment po lexoja, nuk e di çfarë